Zonja dhe zotrin përshëndetje, unë jam Sime Samargjiu, ky është Euronews Albania. Do t'jemi bashkë deri në 14:30 për sjellë këtu zhvillimet kryesore. Do të nisim njëherë me mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, aty ku Edi Rama dha disa mesazhe të qarta lidhur me listën për deputet të Partisë Socialiste, për kandidat për deputet, cila dorëzohet deri në 12 mars. Por për mësuar disa nga detajet çfarë u tha dhe çfarë nuk u tha përpara gazetarëve, kam kolegen e Kelida Mema. Leta, kënaqësi të kem, faleminderit që je për të raportuar. Më trego pak tashmë, kanë kaluar disa orë që nga mbledhje, por besoj ke mundur të mësosh diçka më shumë përveç asaj çfarë Rama tha. Jo emrat, se emrat e di që spekulohet shumë, por mesazhi kryesor të Ramës dhe çfarë ndodhi me pjesën e mbyllur. Së pari e themi më lërë të them që pasi është mbyllur mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, deputetët kanë dalur nga kryesia e kuvendit, të ndarë në grupe, janë ulur në për lokalet përreth kryesisë së kuvendit dhe duket se diskutimi i tyre ka qenë pikërisht deklarata që kryeministri Edi Rama ka pasur për, le të themi, konfigurimin që do të ketë lista e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste. Shumë prej këtyre deputetëve thimi janë të prekur, nisur nga deklarata e kryeministrit që tha që të gjithë burrat të cilët kanë më shumë se një mandat deputeti nuk do t'jenë më në listë të sigurt, por do t'jenë lista hapur. Dhe në fakt, në grupin socialist të deputetëve, pjesa më e madhe e deputetëve kanë më shumë se një mandat deputeti, çka automatikisht tashmë ata e dinë që do t'jenë o në lista hapur ose nuk do t'jenë më pjesë e garës 11 majit në këtë garë kur Partia Socialiste kërkon mandatin e 4. Surprizuese thimi ishte deklarata e kryeministrit Edi Rama që për herë të parë, pas kaq vitesh në pushtet, por edhe në opozit, Edi Rama nuk do të jetë më një nga kandidatët për deputet. Megjithatë, kjo do të vërtetohet deri të mërkurën, nëse Edi Rama do të zgjedhë mos jetë në listën e kandidatëve për deputet, duke i dhënë kështu automatikisht mundësinë një deputeti tjetër që të jetë në listën e qarkut të Tiranës, gjithnjë nëse Edi Rama do të ishte një nga kandidatët për deputet në qarkun e Tiranës. Po aq ajo çfarë kryeministri bëri me dije të tilleve është që listat e mbyllura do të mbizotërohen nga deputetët e rinj, të cilët vinë nga platforma deputeti që dua, dhe nga gratë, duke ju thënë burrave që ju do të garoni në listën e hapur, pra gara do të jetë më tepër mes burrave, kandidatëve për deputet burra, në listën e hapur dhe kryesisht të gratë do të jenë në listën e mbyllur së bashku me të rinjt. Okej, Kelida, pa problem, merr kohën tënde për të çfarë Edi Rama donte. Okej. Merr kohën tënde Kelida, sepse padyshim janë gjëra që ndodhin këto, kështu që besoj që shka është okej tani. Pra, vijojmë sërish, po. Jemi në stinën e verës thimi dhe për shkak të shumë pusheve që qarkullojnë në ajër, më shkakton edhe bllokimin e zërit. Po aq që kryeministri e bëri të qartë që përse duhet jenë drejtuesit politik të 12 qarqeve në lista të sigurta, sepse të 12 drejtuesit në fakt kanë më shumë se një mandat deputeti. Por argumenti që kryesocialisti solli është për faktin që nëse këta drejtues politik do të ishin në listë hapur, qytetarët do të ishin më të prirur të votonin drejtuesit politik për shkak se edhe prezenca e tyre si në teren, ashtu edhe në media është më e madhe dhe qytetarët janë të prirur të votojnë më tepër ata figurat të cilët i njohin. Dhe për këtë arsye, kryeministri ka vendosur që drejtuesit politik të jenë në listat e mbyllur, duke i dhënë mundësi të gjithë kandidatëve të tjerë për deputet të marrin sa më shumë vota dhe vota të jetë shpërndar, pra mos jetë vetëm tek një individ, por të jetë shpërndar në shumë kandidat për deputet. Ajo që bëri interesante kryeministri gjithashtu ishte se bëri një krahasim me Partinë Demokratike. Ai premtoi që ndryshe nga Partia Demokratike, kur votuesit e të djathtas dhe jo vetëm votuesit e të djathtas, por edhe votuesit të gri, do të kenë më pak mundësi të zgjedhin emra të rinj, në Partinë Socialiste do të kenë emra të rinj, të cilët do të vinë, jo vetëm nga deputeti që duam, por edhe nga ish drejtues në institucionet të pushtetit vendor dhe qendror, edhe po aq dhe nga sekretarët e Partive Socialiste në të 12 qarqe. Pra le të themi që Edi Rama e ka dhënë mesazhin e parë se si do të jetë lista e kandidatëve për deputet,
Megjithatë, i kërkoj që atyre që nuk do të jenë më në listë të angazhohen në zgjedhjet e 11 majit, sepse e ardhmja mund të premtojë për ta detyra dhe pozicione të ndryshme, jo domosdoshmërisht në parlament, në qeveri apo në institucione të ndryshme. Por deri të mërkurën thimja, ditën kur zyrtarizohen listat e kandidatëve për deputet, do të presim sepse ndoshta shumë gjëra do të ndryshojnë, shumë emra të rinj mund të kalojnë nga lista e mbyllur në të hapurën apo anasjelltas. Kështu që presim të mërkurën kur PS-ja do të zyrtarizojë listën e saj të kandidatëve për deputet. Nuk po të pyes si ishin ftyrat e deputetëve, se di që të gjithë janë në ankth tani. Apo jo, deri të mërkurën të gjithë janë në ankth. Besoj se janë në tension në thimi, sepse bëhet fjalë për një ndërprerje të karrierës politike apo vazhdimi të karrierës politike. Sigurisht, pozita e tyre, pra karrika e deputetit në këtë formulë që ka zgjedhur kryesocialisti Edi Rama rrezikohet. Pra ata rrezikojnë mos të jenë më deputet dhe do t'i duhet t'i kthehen angazhimeve të mëparshme të jetës së tyre kur nuk kanë qenë deputet. Pra, paramendoj që pas kaq vitesh që ti ushtron rolin e deputetit dhe me të gjitha komoditetet që ka të qenurit një deputet, janë komoditetet të cilat ti nuk do t'i kesh më pas 11 majit dhe do duhet të kthesh në jetën tënde të përditshme apo të profesioneve të mëparshme që këta deputet kanë kryer. Okej, Ngeleta, shumë faleminderit për gjithë detajet që solle, përdyshim orë intensive këto si në kampin socialist, ashtu dhe në kampin demokrat, edhe pse aty pak në disa emra janë zyrtarizuar. Tani mbetet për të parë se si do të jetë vendosja, por disa janë zyrtarizuar për shkak primarëve, kështu që ankthi është në Partinë Socialiste.